70 familje në fshatin Romës kanë mbetur të ngujuara pasi rruga që të çon në fshat është bllokuar nga shkarja e dherave, një situatë që përsëritet sa herë ka rreshësh ju. Banorët e fshatit Romës kanë shkuar këtë të mërkur për të takuar kryetarin e Bashkisë së Selenisës për të kërkuar masa urgjente për hapjen e rrugës së bllokuar. Ja, urgo. Po. Hajde gjeni. S'kemi nga atja filloj më para. Rruga e bllokuar, ujë s'ka. Drita jo, është turpi mas në 2025, fshati të bllokohet totalisht. Kemi fëmijë në shkollë, kemi plejt dhe plaka që janë normalisht të sëmurë dhe kërkojnë ndihmë. Rruga e bllokuar, ku do vej ky fshat? Jeni ankuar? Rruga sot është bllokuar për momentin. Ujë kemi të paktën 10 ditë që na është ndërprer për një defekt. Njëri ujë në zjarr nuk e vë. Ky popull ku do vej, ku do jetoj? Për zonë bëhet fjalë. Për zonën e fshatit Romës, Bashkia e Keni Selenisë. ardhur të ankoheni sot në Bashkinë Selenisë? Po kemi ardhur. Kryetari na thanë që nuk vika. Problemi se dim arsyen për çfarë nuk vinë. Kush do na pres, kush do na përcjell? Dikush tjetër, ka vaktës, në kryetari, as në kryetari. Janë këta të policisë bashkiake, këta të ndihmës ekonomike, këta janë si neve. Nga moti keq keni pas bllokim të rrugës të fshatit tuaj. Po rruga ka shkar totalisht nga punimet që janë kryer nga firmat private. Bllokuar ka ardhur një masiv dheu me mijëra tonë. Dhe balt. Sot është bllokuar rrugët e linjës Romës Vlorë dhe Romës Selenisë. Shkolla është pa mësim sot, fëmijët. Fshati është totalisht i bllokuar. Nuk ka ardhur askush ta pastroj rrugën? Erdhi një fatdrom provizorisht, po kur do jemi tash ka mundësi me 100% të bllokuar prapë. Kjo është situata në fshatin Romës. Ju lutemi ju të medias. Sa familje jeni? Po mund të jemi 67 familje, bllokuar totalisht. Në fshatit Romës, kemi ardhur sot në Bashkinë e Selenisës për zgjidhjen e problemit të rrugës. Jemi të bllokuar nga mbrëm nga rreshtit e shiut. Problemi ka 2 vite që zgjat që ankohemi, bëjmë dhe nuk ka asnjë lloj zgjidhje. Plus që problemi ujë prap që është kemi 10 ditë dhe firma, domethënë edhe ujësjellësi dhe bashkia nuk thonë që nuk kemi zgjidhje sepse është bllokuar, është dëmtuar domethënë tuba për shkak të firmave që punojnë, që kanë dëmtuar si tubën e ujësjellësit që furnizohet nga Selenisa apo në Romës. Jemi edhe 10 ditë pa ujë. Nga ky moment tani dhe rruga kemi 2 vjetë që ankohemi, vinë e pastrojmë pak, domethënë dheu vazhdon, bie, zgjidhje nuk ka. Tani kërkojmë zgjidhje nga bashkia, erdhëm sot në bashki, kryetari i bashkisë nuk na priti, ndoshta e kuptoi, e mori vesh nga punonjësit e tjerë që kontaktuam dhe tha që nuk vi. Arsye nuk na dha, domethënë, tha që nuk vi. Dhe shefi urbanistik që po na ikën poshtë dhe nuk vjen dhe as ai sepse detyrimisht edhe ai ka problemet e veta në fshatin e Romës. 60 familje që jetojmë atje, në atë fshat. Ne nuk kemi rrugë tjetër, është vetëm një rrugë që kemi. Kemi fëmijë të vegjël. Pra ky është një problem i përsëritur, ka ndodhur dhe herë të tjera. Më përpara kur jeni ankuar, çfarë përgjigje keni marrë? Çfarë zgjidhje? Ka ardhur bashkia, ka sjellë një fatdrom, ka hap provizorisht, por zgjidhje nuk ka sepse në moment që e pastrojnë, ikën fatdrona që e pastrojnë, vjen prap. Mund të kalojt nesër në një shi, mund të kalojt më shumë se që është shkarja dheu që ka rënë tani. Dhe në mëngjes e pastron, erën e pastron firmat që e kanë bërë si dëm atë, sepse atë dëm e kanë bërë firmat. Dhe bashkia nuk pi ujë në ajo pjesë, sepse normal që firmat mbosa janë më të mëdhaja. Dhe nuk ka zgjidhje për ne. Juve çfarë do të bëni? Ne çfarë do të bëjmë? Ne do të presim, ne kërkojmë zgjidhje nga bashkia. Bashkia nuk na pret. Ne shikojmë për një zgjidhje. Në momentin që nuk na zgjidh askush. Folëm ndonjëherë për një zgjidhje përfundimtare të rrugës? Asnjëherë, nuk na japin asnjë lloj zgjidhje. Nuk përfundimtare jo asnjëherë, po që as për zgjidhje provizorisht që ta bëjnë të kalueshme, sidomos në këto kohë shiras, tani sa fillon shirat, do jetë problem gjatë gjithë muajit të dimrit. Erdha deri aty, rruga i bllokuar, morëm ca makina tjera që erdhën. Pra sot s'ka mundur të... Jo, edhe fëmijët janë në shtëpi, jo si që unë i që një tjetër, po dhe ai prap i njëjti. Lëviz banorët e fshatit. Po, unë lëviz banorët e fshatit, sa erdha aty në mëngjes, s'kish as fatdron as gjë, njerëzit kishin halle duhet vinin në Vlorë dhe ngëcën atje. Erdhi një makinë tjetër që këtej nga Selenica që i mori. Për shajë do t'i shequr që bearit, por çdo gjë ka vajtur në vesh shurbe.
Po që dojt i vët detyrim firmës, kush e ka bërë, kush është ai dëmtusi, se ata ka ndorë. Kush është dëmtusi, atë nuk e dimne, atë dina ata, vija atjet, kush e ka edhu këtë dheu, ka dhe përgjegjësitë e veta. Sepse jemi të izoluar, kam 2 fëmijë, unë gjithsa jemi këtu kemi fëmijë, 2 na 3. S'kemi ka të marrim përgjigje. Vim këtu te kryetari, po je çfarë? Vim këtu te kryetari dera mbyllur, nuk vim. Nuk e di se si do zgjidhet kjo puna jonë. Se si përgjigjet kryetari? Po i kemi thënë, i kam thënë o kryetarit që duam rrugë që të kalojmë, më tha kalon Agorrishti, ku diu ç'a më tha? I thash unë kalon Agorrishti, unë s'di nga të kaloj o zotëri. Unë jam banor i fshatit, kam hallet e mia, punë, njërën e tjetër zvemi do të në punë. Ujë s'kemi, kemi 15 ditë pa ujë. Pa ujë të fish. Pa drita, pa si gjë, qana që të plasim... Në s'kemi të lejmë syto. Ju jeni mbledhur rreth 50 banor. Po ne kemi 2 vjet, po kemi 2 vjet me këtë çështje, s'kemi sot. Kryetari më shihet. Fillimisht ata nuk janë pritur, por pas kontaktimeve me mediat, kanë bëritur kryetari i bashkisë, i cili ka takuar një përfaqësi banorësh në zyrën e tij. Ai është shprehur se do të merren masa për heqjen masive të dheut nga rruga në mënyrë që të rifillojë qarkullimi i automjeteve, por jo vetëm. Si pasojë e bllokimit të rrugës, banorët sot nuk kanë mundur të shkojnë as në punë, as të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë. Situata në bashkinë e Serenicës është një situatë e menaxhueshme. Rreshtit e shiut nuk kanë sjellë shumë dëme. Ne nuk rrezikohemi nga përmbytjet, por rrezikohemi nga shkarjet e dherave në akset kryesore. Ka pasur shkarje dherash në aksin Brataj-Tërbaç, ku aty është ndërhyrë dhe është duke punuar për të hapur si aks, cili është dhe në bashkëpunim me drejtorinë e rrugëve. Kemi pasur një problem në fshatin Romës, i cili na ndodh shpesh, pasi me rënien e shqirave shkasin dherat. Është marrë masa dhe aty që në orët e para të mëngjesit dhe rruga është tani është aksesueshme, kalojnë njerëzit. Firma do të jetë atje 24 orë në gatishmëri për të hapur rrugën për të kaluar banorët dhe pas situatave të shqirave do mirë masa që gjitha ato dherat që shkaktojnë probleme të hiqen me mjete, me kamiona. Pra është e përsëritur sepse atje ka një shkarje masive ku dherat shkasin nga shirat e mëdhenj dhe pastaj bëhet pastrimi i dherave. Bashkia e Serenicës duhet të ketë minimumi 100 km rrugë lidhëse të fshatrave. Është një sipërfaqe shumë e madhe që kurse si nuk mund të mbulohet nga një buxhet bashkie që është një buxhet modest, një buxhet që është për mirëmbajtje, nuk është për të bërë investime të mëdha. Investimet të mëdha kërkojnë buxhetime të mëdha. Ne patjetër kemi kërkuar, po kuptohet që ka disa akse, të cilat janë akse lidhëse, si ishte Peshkëpi Poçem apo Peshkëpi Serenicës ose Rrugë i Vlorës, ishin akset kryesore që bënin hyrjen në bashkisë dhe kishin përparësi. Kemi filluar, kemi bërë një pjesë të rrugës Karbunarit, kemi bërë rrugën e Treblovës dhe hap pas hapi në të gjitha fshatrat do kërkojnë dhe ato ndërhyrjen e tyre të nevojshme për kushte që duhet të ketë çdo banor. Por kuptohet që janë rreth 50 fshatra që kemi në bashki, nuk janë 1 apo 2 dhe mund të bëhen për një vit apo për 2 vjet. Çështja e shkarjes ose bllokimit provizor të rrugës Romsit ka të bëjë me disa shkarje dherash, cilat ato do të hiqen me mjetet e firmës dhe të bashkisë dhe besoj që situata do normalizohet dhe nuk do ketë probleme në të ardhmen. Rreshjet e forta dhe intensive të shiut kanë shkaktuar shkarje masive dherash në rrugën kryesore të fshatit Romës, duke bërë ato të pakalueshme dhe të paaksesueshme, duke izoluar 10 banor të zonës. Rruga prej vitesh nuk ka patur asnjëherë asnjë investim, ndërsa çdo rreshje e rëndon edhe më shumë situatën.